VMRO DPMNE sërish akuzoi se LSDM po bllokon miratimin e kodit zgjedhor për shkak të, siç thon nga partia, frikës nga humbja në zgjedhjet dhe humbja e mbështetjes nga diaspora. Zëdhënësi i VMRO DPMNE-s, Valentin Manasievski, tha se politikat e ish-qeverisë së udhëhequr nga LSDM kanë çuar në emigrimin e një numri të madh qytetarësh, ndërsa tani, siç tha ai, me më shumë se 10.000 amendamente po bllokohen ndryshimet në kodin zgjedhor. Sipas Manasievskit, arsyeja e vërtetë e bllokadës është frika nga një humbje edhe më e madhe në zgjedhjet e ardhshme, duke shtuar se LSDM nuk ka vizion politik dhe se me veprimet e saj po i shkakton dëm shtetit dhe qytetarëve. Venko Zaev i Socialdemokratskët Sojuz. Venko Zaev dhe LSDM jo vetëm që detyruan qytetarët të largohen nga shteti, por tani nuk duan as t'u lehtësojnë mënyrën e votimit në zgjedhjet në Maqedoni, sepse e dinë se nuk do ta fitojnë mbështetjen e tyre. Për këtë arsye, ata po e bllokojnë kodin zgjedhor me mbi 10.000 amendamente. Kjo është arsyeja e vërtetë e bllokimit të kodit zgjedhor, frika nga një humbje edhe më e madhe në zgjedhjet e ardhshme. Ai theksoi se ndryshimet në kodin zgjedhor kanë marrë vlerësime pozitive nga ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Mihail Sorokas. Ndërkaq, deputeti i Levicës, Amar Meçinović, vlerëson se bllokimi i kodit të ri zgjedhor është rezultati një marrëveshjeje politike shumëvjeçare mes partive më të mëdha për ruajtjen e modelit aktual zgjedhor, i cili sipas tij u sjell atyre përfitimin më të madh. Pse nuk kemi kod të ri zgjedhor dhe pse ai tani është bllokuar në kuvend? Prej 30 vitesh, rregullat e lojës zgjedhore hartohen sipas vullnetit partive të mëdha, e jo sipas vullnetit qytetarëve dhe nevojave të demokracisë son. Tani nuk kemi kod të ri zgjedhor, sepse që në fillim kishte një komplot që ai të mos miratohej kurrë. Meçinović theksoi se prej 30 vitesh VMRO DPMNE dhe LSDM i përshtatin rregullat e lojës sipas interesave të tyre. Ndaj, siç thot ai, edhe votimi elektronik i diasporës ishte një komplot që VMRO DPMNE i ofroi LSDM-s për ta arsyetuar bllokimin e tyre. Ai tha se LSDM-ja është e gatshme të bashkëpunojë edhe me Mickozkin për të ruajtur kodin aktual zgjedhor, nga frika e një humbjeje të rëndë në zgjedhjet e ardhshme.